Në rajonin e Tetovës, vite me radhë veprojnë 5 klube të atletikës, të cilat ndër vite janë duke shënuar rezultate shumë të mira dhe punojnë me një numër të madh të talentëve të këtij sporti, që në botë njihet si mbretëresha e sporteve. Klubet e atletikës, që tani më në një traditë të madhe kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë në kushte shumë të vështira, pasi nuk ka një pistë atletikës dhe akoma nuk dihet se kur mund të ndërtohet kjo pistë e shumë pritur. Gjatë qëndrimit në Tetovë, i pyetur se a ka ndonjë lëvizje lidhur me ndërtimin e një piste të atletikës, Ministri i Sportit Borko Ristovski me përgjigje decide se vitin e ardhshëm nuk planifikohet ndërtimi i pistës së atletikës në Tetovë. Тето не планираме за следната година, меѓутоа може и да разговараме за годината после тоа. Në Tetovë nuk planifikojmë vitin e ardhshëm, por mund bisedojmë pas vitit të ardhshëm. Unë e di që ka mungesë të pistave të atletikës, por megjithatë duhet të jeni të vetëdijshëm se na si ministri nuk mund të bëjmë të gjithë menjëherë. Me të vërtet filluam me investime në infrastrukturën sportive, nuk e di, por në 10 vitet e fundit të papara. Filluam me rekonstruimin e 3 sallave sportive, deri në fund të vitit përfundojmë tenderet edhe për 3 të tjera. E ndihmojmë rekonstruimin e stadiumit të Tetovës. Do të ndërtojmë edhe një teren të futbollit në Tetovë, ndërtojmë kësi terene multifunksionale, përfunduam me 5 pishina të cilat kishin filluar para 4 viteve. Për vitin e ardhshëm planifikojmë 3 salla të reja, kështu që ky është maksimumin që mund ta bëjmë me këtë buxhet dhe kapacitet. Mendoj se unë jam i vetëdijshëm se ka mungesa të infrastrukturës sportive. Dhe pikërisht për të, fokusi ynë si ish sportist, jam i vetëdijshëm se pa infrastrukturë sportive nuk mund të kërkojmë rezultate. Klubet tetovare të atletikës, të gjitha sukseset e arritura vite me radhë në garat vendore dhe ndërkombëtare i kanë arritur duke punuar në kushte të vështira dhe terene jo adekuate për atletik.